Ju përshëndes gjithëve. E para kryesues me pikën e 7 të raportit, veç po na I tendos nervat se kur zot po bën, us di çka pesë gocë çat shumë. Është problemi që është një raport që kemi marrë sot, nuk dim përbamjen çka ka dhe propozimi ishte për mbledhjen e arshme ose mbledhjet e arshme do kry mohabetin, us di çka pesë gjatë, çka vetëm marak që su zgjat fort. Sa I përket pikës të ndryshme, unë megjithse kjo më shumë ka qëndosh më thonë pikën kur ishte për emblemën, po nuk është çështja e emblemës, se unë parim jam pajtuar dhe kemi pas një konsenzus për çështjen e emblemës Prizrenit, po nuk po muj më duru pa jo thonë edhe mi o përmend edhe një qëngëllitit mirë në trunë minoriteteve, se fatkeqësisht logoja e kuvendit komunal Prizrenit e qiti në pa, edhe një herë, se qasja e komuniteteve pakicë në Kosovë e veçanërisht në Prizren vazhdon të jetë destruktive dhe oportuniste, me gjithë faktin e një diskriminimi ekstrem pozitiv në favor të pakicave. Nuk mund pajtohemi dhe as të tolerojmë edhe më tutje që disa individ nga strukturat politike të komuniteteve pakic manipulojnë në mënyrë aq perfide me këto komunitete, të cilat në Prizren tradicionalisht kanë pas një respekt dhe kujdes nga shqiptarët fisnik, sepse ndryshe edhe nuk kishte me mbijetu as gjua atyre, kultura e as ata vet nga asimilimi. Për mos të keq kuptuar, nuk I akuzoj pjesëtarët e komuniteteve pakicë në Prizren, por I akuzoj qarqet dhe individ të cilët janë strukturuar në partitë politike të minoriteteve në Prizren, e të cilët në kaluarën e afërt kanë qenë bashkëpunëtorë dhe lojtarët e skenarit serbo-milosheviqian në Kosovë, në tutelën pikërisht pakicave, duke I shërbyer me devotshmëri asaj politike diskriminuese në kurriz të popullit shqiptar për kohë gjatë. Këta individ ende janë duke luajtur lojën e udhës këtu dhe mundohen që përmes drejtave të pakicave zën vendin e pakicës serbe me privilegje, të cilat nuk ju takojnë, sepse populli shqiptar e ka fituar lirinë me luftë dhe e ka paguar shumë shtajt me gjak. Dhe çdo tentim që të luhet me ndjenjat e shqiptarëve është e papranueshme dhe nuk mund të kalojë. E çmojmë ndihmën e shtetit turk dhe në popullit ton në luftën e fundit, dhe sidomos e çmojmë kryeministin Erdogan për angazhimin e tij në ndihmë të shtetit Kosovës. Ku për këtë qëllim, për të shprehur mirënjohjen tonë, populli I Prizrenit dhe kjo asamble ka shpallur shtetor nderi. Por ju të nderuar përfaqësues të komunitetit turk, në këtë asamble dhe lidershipi juaj politik, para qytetarët Prizrenit jeni duke dhënë mesazhe të cilat nuk janë në favor të ndërtimit dhe kultivimit të matutjeshëm të harmonisë ndëretnike këtu, sepse prekja e lidhjes së Prizrenit është ngacmim në palcën kurrizore të shqiptarëve shumicë absolute në Kosovë, por edhe çdo shqiptari kudo në botë, e edhe atyre që jetojnë në Republikën e Turqisë. Prandaj, mos dezinformoni dhe mos e vëni në lajthitje komunikimin e shkëlqyeshëm Turqi-Kosovë, me papërgjegjësinë tuaj ndaj qytetarëve të komunitetit turk spori, por edhe shumicës shqiptare për tekat apo qasjen destruktive të cekura më lart të çarçeve të saktuara, të cilat janë të interesuara të prishin këto raporte midis dy popujve tonë. Mos e konsideroni fitore, apo të arritur ndryshimin e logos së Prizrenit dhe heqjen e vitit 1878 nga kjo logo, sepse nuk keni fituar asgjë përveç që keni rritur një mlleth në popullatën shqiptare kudo që janë. Kurse sa I përket komunitetit bosnjak, shqiptarët e kanë dhënë provën e vet sepse kanë luftuar më shumë se ju bosnjakët e Kosovës për shtetin e Bosnjës, duke dhënë edhe jetën me qindra prej tyre. Kështu që nuk keni as drejtën më të vogël morale që të bëni obstruksione në kurriz shqiptarëve, sepse viti 1878 as nuk ju ka zonë udhën e as nuk keni zonë su në herën tonë. Kisha për fund t'ju këshilloj që kjo le të jetë hera e fundit që ju zotërit e nderuar na ballafaqoni me situata të pakëndshme për gjithë neve, sepse asnjëra palë nuk mund të jemi fitues ndaj tjetrës, sepse jetojmë dhe frymojmë në të njëjtin qiell. Por qasjuni konstruktivitetit për të krijuar një ambient më të mirë për jetë dhe punë dhe mos harroni se ju megjithatë jeni popull pakic dhe asnjëherë nuk mund të jemi të barabartë, sepse teknikisht nuk është e mundur as në Kosovë e as në asnjë vend tjetër në botë. Shfrytëzojeni këtë diskriminim pozitiv për mirëqenjet minoriteteve në Kosovë e mos hyni në konflikte dhe kundërshtime popullatën shumicë, sepse nuk mund t'ju lëshojmë pe për gjithmonë, sepse gjithçka ka fundin e vet. Kjo është qëllimi më I mirë për juve, më hap syt se më duket ju kanë errësu prej euforisë dhe mundësive që ju kanë dhënë me ligjet diskriminuese pozitive për juve,
kurse negative për neve si shumicë. Për mu lidh në këtë pikë dhe me qasjen jo adekuate të përfaqësuesve të komuniteteve pakis në Prizren, është edhe fakti tjetër. Pardjen vërtet, në kuvendin e Kosovës, kur ishte votimi për qendrën historike të Prizrenit, tregoj se Prizreni është i diskriminuar dhe i përbuzur, tregoj qartë edhe njëherë votimi i turpshëm në parlamentin e Kosovës të ligjit për qendrën historike të Prizrenit. Se Prizreni është i diskriminuar dhe i përbuzur është pozicioni dhe angazhimi i deputetëve të Prizrenit në kuvendin e Kosovës, të cilat treguan se janë të pamerituar në mandatin e vet të deputetit dhe të cilët nuk i përvërsojnë as pak interesat e Prizrenit dhe të prizrenësve në kuvendin e Kosovës. Këta deputet kanë vërtuar edhe njëherë se janë marioneta dhe me vete i kanë vetëm durt dhe jo edhe kokën. Këta deputet i kanë injoruar dhe shpërfillur ma tepër se 10.000 nënshkrimet qytetarëve të cilat gjoja i përvërsojnë. Këta deputet e kanë injoruar qëndrimin dhe rekomandimet e kësaj asambleje dhe të këtyre asamblejistave. Këta deputet e kanë mohuar angazhimin dhe kontributin e shoqërisë civile në Prizren dhe neve si popullat shumicë në Prizren, cilët janë të gatshëm që në menaxhimin e qendrës historike të Prizrenit t'ia japin popullit ortodoks, të nderuar asamblejistë dhe qytetarët të Prizrenit janë Behar Selimi i Partisë Demokratike të Kosovës, Enis Kervan KDTP, Mifera Shinic KDTP, Rasim Demiri Vakat, Duda Balje Vakat, Emilia Regjepi NDS, Hamza Balje BSDAK, Albert Kinolli Pre BK dhe Fikrim Donga KDTP. A kanë në drejt morale me dorë para qytetarëve të Prizrenit këta zotëri, edhe Zoja, edhe me lyp nesër votën për mi mbrojt interesat e qytetarëve të Prizrenit në kuvendin e Kosovës. Unë besoj që s'ka. I falenderoj. Faleminderit zoti Kabashi, zoti Qemal Kurtishi si zëvendës kryesues ka kërku fjalën, pastaj është Enis Subi.